herë roki si shi pak, përzi që arrasi një si breshën që për para që shbike, ku ja rasi për streti si patigjona breshni, që atëre kuru shkrin aja min herë zo me një talazat e moj, edhe s'kishe ka me rrugdale, nuk kishe ka me spasit. Si duket, vërshimet e së dielës pas dite në anën e Shkupit kanë filluar pikërisht nga kjo gryk që shihet prapa meje dhe që të thuash ka bërë kërdin në fshatin Straçinc. Unë e banoj në këtë shtëpi, se të ka ndodhë katastrofe madhe, kur ja filloj, se dina se shka është, ishna mrenda, u frikos na me dalë, kur dule më mbullu kret me gur, ujë nuk kemi, rrim s'kemi, katastrofë, kjo e shtalë love u prish, lopët një di kanë shku, nuk e dim se ku janë, panë fusha, nuk e dim se ku janë, e të kështu, kaqë. Gjithçka këtu rezulton të jetë e bllokuar. Po, këtu asë së ndilet, kur kun hiqis së levritët. Katastrofë hiqis. Momentalisht është katastrofe madhe. Ju shtëpi e shifni, parina nuk ka as struj, nuk ka as ujë. Dëmat më dhe ka murat prisht. Janë blloku këtë rrugët, po rrugët tërësisht janë 3 metra të kopuar. Ata duhen qëtash të ndreqen. Se nuk ka njëzë, kemi familje që i ka ham nonën, ham babën, e ka smut. Ati që di që kur mundet me vdekën. Momentalisht nuk lunë kur gjo. Pionës Zotit ka kjo. Këm pas këto 220 copalen. S'kemi mujt me adal me shpitu dishka. Po vetë ishë qeli uja ato, onë në duvarit në tonë. Edhe gjimësët edhe me këshin dalë. Edhe të qerat këshin dalë, mas ende kur dullëm na mo, i gjetëm qëti për funi shtalës. Shti mas po diktoni, kemi numruhe se sa falitin, në falitin 30 copalen. Rrugët janë këtë projt, s'ka, nuk e di si ta përshkruj. Uj, s'ka, struj, s'ka. Rrugë mo peshinjen e vetë, nuk vend kur kush me na këshirë se ku e kena gjene, si e kena hadhë. Kjo është katastrofë. Gjithmonë jena konë të pashka kena ndimona për këtë reoni ku konë kush dashër. Sot nuk e di, shteti nuk e di që sot kanë ardhur, që 3 ditë sot e nësë kanë ardhur me grinj pak me ndrieqën dherë diku. Na kanë pruën ujë, bukë, disa gjërat më elementare që janë, dhe ne këto e kemi si një formë rast krizës, tu gjithë fshatarët vinë marrin çka kanë nevojë, që sipas nevojave dhe ne fshatarët më shpërndajmë ushqimet. Fitohet përshtypja se dëmet janë tepër të mëdha. Jo, s'ka mas, nuk mundet llogaritet se sa janë dëmet. Shohim ta se si do të shkojnë aktivitetet e matuqeshme. Sot kemi pasur një këshill koordinativ nga ana e qeverisë, ku koordinator kryesor është Koce Trajanoski për fshatin tonë dhe fshatin tu afër me Vinicën, dhe ministri për eurointegrime bashkarisht, edhe unë jam në atë këshill, edhe u morën vesh se si do të rridhin aktivitetet rreth fillimit pastrimit problemeve. A e mbani mend këtë pat? Me të kallëza me jo, edhe me të pa me jo. Në kanë kallëza kur kushi se që ki vaka të abonë që kësame. E shtekja ka ndodhën, për 120 vete tek njëna, e në shtek ka ndodhën. Nështë ta për para ka pas, po se këmi morën vesh këta di. Ishte shumë keq, e? Po zban me thonë shumë keq se Allah i ka punaune. Me konën fëshonë mëse Allah i ka punaune, ka dash që kësam me konën, në ti bojmë sa bërëre që saj. Mëse gjendë në i ka kur të lisën, kjo ka përcen. Puna mës të hupin gjendë, që punajmë se kanë hupën në 20 e kusur vetë.
Aty një ka bën dy dame, hem pa njerë, hem me dam. Popullatës dëmtuar prej dje ka filluar t'ju vinë në ndihmë edhe Armata e Republikës së Maqedonisë. Pamjet që po i ndiqni i kemi regjistruar në periferi të Shkupit, saktësisht në afërsi të aeroportit. Вода во подрум, во гаража, во другиот подрум, се живо направи лом. Имам много работи тука, имам кола унутра, имам, како да ти кажа, за парно, котли, едно друго, неупотребени уопште машини. Тука идеше, големото беше, реката до згора од Срешевиот. Виниче се споја, тука преку Соселов направија пробија и не поплавија, тоа е тоа. Добре, среќа што сме живи и здрави. Што се случило всушност? Па и ние не знаеме што се случи. Не знам што беше тоа. Катастрофа, зашто целиот спрат до купатило, значи до лавабото. Светиња и вода и кал. Në shkollën fillore të Stajkovcit, ekipet e organizatave humanitare janë duke shpërndar ndihma për popullatën e rrezikuar, e cila, siç mund të shikoni dhe ju, rezulton të jetë tepër e dëmtuar, thuajse janë të rralla shtëpit, të cilat nuk kanë pësuar. Stajkovci е моментално стварно голем хаос. Нема струја, нема вода, немаме доторни на храна, ама со помош на Црвениот крст и донатори, значи добиваме. Viktima në njerëz dhe dëme të shumta materiale. Pamjet që po i ndiqni, besoj se nuk duan kurfar komentesh. Vetura të përmbysura, ara të vërshuara. Kulturat bujqësore kanë pësuar goxha. Што се случило? Што се случило? Небото и земјата спојани. И врнање, истурање колку сакаш. Две жртви има татко и син во фолија, биле во Пипер, таму бере. Ги фатило ги жоднело едно доле, вамо не да било на Стајковци, таму една жена има во Црешево во фолија заглавена и најмо од како ја фатил тука и усмртила. И ние сами не знаеме од каде дојде оваа сила. Значи некој невреме до сега не се запамтиво. Вода се собра, за 2 сати беше поплавено цело село. Штетата е голема, и материјална, и човечки жртви, има 3 загинати. Unë kom pa këta me bagerin që jem të përnau që dit. Njerëzit ka pas të mbajtët, callë kina pa, e në lona që ti kënë bashtajnë dërni njeri ka ndodhë, u ka mbajtaj. Dëmet në anën e Shkupit, edhe sipas vlerësimeve të banorëve, por edhe sipas vlerësimeve të para nga shtabi qendror i krizës, duket se do të rezultojnë shumë të mëdha. Dhe gjithashtu fitohet përshtypja se do të duhet edhe një kohë bukur e gjatë për sanimin e plot të tyre.